Horoskopi javor 23 deri 29 mars 2026. Dashi. Ky është momenti kur shpirti juaj unik do të shpërthejë si vulkan, duke lënë gojë hapur çdo që ju rrethon. Mërkuri u zgjua dhe po ju shtyn përpara me një forcë të jashtëzakonshme. Këtë javë, çdo fjalë që do të thoni apo do shkruani duhet të jetë e peshuar mirë, sepse zëri juaj do të ketë fuqi urdhëruese. Venusi është ulur këmbëkryq në shenjën tuaj dhe po ju mbush zemrën me një dritë hyjnore. Falja do të jetë çelësi, falini të tjerët, por pranoni dhe faljen për veten tuaj. Një epokë e re po nis dhe ju jeni protagonistët absolut. Yjet parashikojnë se një derë që mendonit se ishte e mbyllur, do të hapet me një zhurmë të madhe. Jini gati të shkëlqeni si kurrë më parë. Demi. Përgatituni se Marsi po ju kthen në një luan të vërtet mbrojtës. Këtë javë do të jeni shtylla e shoqërisë, njeriu që guxon të flasë aty ku të tjerët ulin kokën. Një rol drejtues që e kishit lënë pas dore po kthehet tek ju, dhe këtë herë asgjë nuk ju ndal. Intuita juaj e ndihmuar nga hëna do të jetë si një thikë e mprejtë dhe ju do ta ndjeni menjëherë se kush meriton të qëndrojë pranë jush dhe kush duhet të largohet. Dashuria do të jetë një fushë beteje ku ju do të dilni fitimtar. Ju e dini saktësisht se çfarë kërkon zemra juaj. Sfida juaj e vetme, mos i lini punët për gjysmë. Çojini gjërat deri në fund dhe bota do të përulet përpara vullnetit tuaj të hekurt. Binjakët. Të dashur binjak, bëhuni gati të rilidheni me rrënjët. Këtë javë, dëshira për të ndjerë pjesë e një grupi, qoftë në shtëpi apo në punë, do të jetë busolla juaj. Yjet parashikojnë se emra nga e kaluara, njerëz që kishin humbur në mjergullën e kohës, do të shfaqen sërish. Për ju që jeni vetëm, një kthim pas në shoqëri të vjetër do të jetë shkëndijë një dashurie përvoluese që mund t'ju ndryshojë të ardhmen. Shpresat tuaja sekrete po dalin në sipërfaqe dhe hëna po ju jep një energji emocionale, që do t'ju bëjë të thoni ato gjëra të vështira që i keni mbajtur ndrydhur. Mos kini frikë nga e vërteta, ajo do t'ju jap krah për të fluturuar drejt suksesit që meritoni. Gaforja. O ju të bekuarit e kësaj jave, dielli ka ndriçuar zonën tuaj të suksesit dhe Jupiteri po marshon triumfues në shenjën tuaj. Kjo nuk është thjesht një javë e mirë, kjo është java e kurorëzimit tuaj. Festoni dijen dhe aftësitë tuaj, por mbajini zemrën hapur për mësime të reja. Një vend i artë në botën e argëtimit apo artit po ju pret, është krijuar fiks për ju. Në punët e zemrës, koha e kompromiseve ka mbaruar. Nuk do të mjaftoheni më me thërrime, sepse këtë javë do të rrezatoni një tërheqje seksuale që do t'i çmend të gjithë. Jeni gati për aventura që nuk i kishit imagjinuar as në ëndrat më të guximshme. Fati po ju buzëqesh, ndaj kapeni momentin. Luani. Të dashur Luan, bëhuni gati për një transformim epik. Këtë javë, logjika e Mërkurit dhe guximi i Marsit do të bëhen një me shpirtin tuaj. Është koha për të treguar një pamje të re, një stil të ri në punë dhe një mënyrë të re për të dashuruar. Të jesh vetvetja do të jetë arma juaj më e fortë dhe do të lini një përshtypje të pashlyeshme tek kushdo që ju sheh. Mos e nënvlerësoni atë njeriun e heshtur të ekipit apo rrethit tuaj. Aty fshihen idetë më të fuqishme dhe ndoshta një tërheqje që do t'ju drithërojë mishin. Shkoni përpara me kokën lart sepse universi ka thurur një plan ku ju jeni mbret i skenës. Çdo hap që do të hidhni do të jetë një triumf i lirisë tuaj. Virgjëresha.
E dashur Virgjëresh, drita e Diellit dhe Venusit po deporton në qoshet tuaja më të thella të shpirtit tuaj. Këtë javë do të kuptoni se meritoni shumë më tepër nga sa keni pranuar deri tani. Nëse dashuria juaj ishte kthyer në një rutinë të mërzitshme, tani është momenti për t'i dhënë një goditje elektrike dhe për ta zgjuar. Por kujdes, përfshiheni partnerin në planet tuaja dhe mos e ecni vetëm. Për ju që jeni në kërkim të shpirtit binjak, jini të sinqert me veten. Mos kërkoni diçka që duket bukur nga jashtë, por diçka që ju bën të ndiheni gjallë për brenda. Ju i keni të gjitha përgjigjet në zemrën tuaj. Mjafton të dëgjoni rrahjet e saj dhe do të shihni se mrekullitë do të nisin të ndodhin varg. Peshorja. Për ju peshore, Mërkuri po sjell një disiplinë të hekurt në karrierë. Mund t'ju duket pak e mërzitshme në fillim, por besojini yjeve. Kjo rrugë do t'ju hap shumë dyert që deri dje ishin të blinduara. Mos u nxitoni. Jepuni ideve kohën që i duhet për t'u pjekur. Në dashuri, fjala e javës është bashkim, por jo me çdo kusht. Shikoni mirë se çfarë po sakrifikoni dhe nëse ka një mënyrë tjetër për të ecur përpara pa humbur veten. Dhe për ju që jeni vetëm, bëjeni syt 4. Një person që i fillon emri me shkronjën G, po sillet rreth jush dhe mund të jetë pikërisht ai që do t'ju bëjë të harroni vetminë. Fati po punon në prapaskenë për ju. Akrepi. Të dashur akrep, fuqia juaj për të kthyer kreativitetin në para të thata do të jetë e jashtëzakonshme. Mërkuri këtë javë po ju mpreh mendjen. Çdo ide, sado e çmendur që mund të duket, merreni seriozisht, sepse njëra prej tyre mund t'ju bëjë vërtet të pasur. Në dashuri, mos u nxitoni. Luani sipas rregullave, flisni gjatë dhe njihuni në thellësi me njeriun që keni pranë. Kjo do ta bëjë lidhjen tuaj të pathyeshme. Për ju që jeni vetëm, fati ka rezervuar një surprizë, një fytyrë e re që mban një uniformë të njohur që mund të jetë njeriu i destinuar për ju. Shpirti juaj po thërret përballëk dhe universi është gati t'ju përgjigjet me pasion. Shigjetari. Të dashur shigjetar, fokusi juaj te familja do të jetë i madh. Ju do të jeni personi që do të bashkojë njerëzit, ose që do t'i mbaj larg nëse kjo është e mira të gjithëve. Mos prisni të tjerët të veprojnë. Bëheni ju hapin e parë. Në dashuri do të shfaqni një anë të ëmbël dhe argëtuese, por mos u gënjeni nga pamja. Nën atë butësi fshihet një shpirt preçeliku. Kujtojeni këtë të mirë, nëse ndonjë tundim i rrezikshëm ju del përpara këtë javë, kujdes. Fati do t'ju lajmërojë me zërin e një zileje. Dëgjojeni me kujdes, sepse mundësitë e mëdha po trokasin. Shtëpia juaj do të jetë kështjella ku do të gjeni paqen dhe forcën. Britqapi. Të dashur Britqap, Saturni dhe Plutoni janë bërë bashkë për të tronditur themelet e jetës tuaj. Gjërat që mendoni se ishin të gdhendura në gur, si parat apo shtëpia këtë javë, do të vihen në diskutim. Asgjë nuk është e pamundur dhe asgjë nuk është tabu tani për ju. Mund të zbuloni se familja që keni zgjedhur, miqtë e ngushtë, ju përshtatet më shumë se ajo e gjakut, por të dy palët do të jenë kyçe në mirëqenien tuaj. Fati juaj lidhet ngushtë me një rreth njerëzish, ndoshta një mbledhje apo një bisedë rreth tavolinës. Jini të hapur ndaj ndryshimit, sepse edhe nëse gjërat lëkunden, tani po bien në vendin e duhur për t'ju bërë më të fortë. Ujori. Të dashur ujor, një tërmet energjie po duket në hartën tuaj, por mos u tërën. Është ai lloj ndryshimi që ju jep jetë dhe ju frymëzon. Përballu me çdo sfidë me kokën lart dhe me këmbë të mbarë. Kjo është java kur do të zbuloni një anë tuaj që do të manisë botën.
Në dashuri, lidhjet pa fjalë janë emocionuese, por yjet ju këshillojnë kthejini dëshirat tuaja në fjalë. Tregojeni tjetrit se çfarë keni në shpirt dhe që të jeni të sigurt për atë që do të ndërtoni. Për ju që jeni vetëm, hidhni një herë syt nga një luan mendjemadh dhe simpatik. Mund të ketë diçka aty që ju ka shpëtuar herën e parë. Java juaj do të jetë një shpërthim lirie. Peshqit. Të dashur peshq, me Plutonin që po merr xhiro, dëshirat dhe ëndrat tuaja më të fshehta nuk mund të rrinë të mbyllura në kafaz. Çlirojeni. Lajni ato në dritën e diellit sepse ka ardhur koha të bëhen realitet. Saturni do të jetë aty si një dorë e sigurt për t'ju udhëhequr, duke u siguruar që t'i ndani këto ëndra me njerëzit e duhur dhe me mënyrën më të mirë. Mos kini frikë të tregoni se kush jeni vërtet. Bota ka nevojë për magjinë tuaj dhe këtë javë ju keni fuqinë ta transformoni realitetin sipas dëshirës tuaj. Çdo fshehtësi që nxjerrni në dritë do të kthehet në një gur të çmuar që mund t'ju ndriçojë rrugën drejt lumturisë. Ju urojmë të gjithëve një javë sa më të mbarë.